dua ta them shumë qartë dhe shumë drejt për drejt. Kjo është protesta që mua më intereson, që mua më zemëron, po ashtu që mua më motivon që të vazhdoj luftën time. Nuk më zemëron mua protesta e sikureve, as protesta e shtirjeve. Ajo më neverit. Kjo më zemëron. Dhe nëse do isha në vendin tënd i dashur Amos, pas 6 vitesh pritje, dyert që hapen, mbyllen, premtimesh që treten, përgjigjesh që delegojnë përgjegjësinë te dikush tjetër, me shumë gjasa, unë do ndihesha njësoj, me shumë gjasa, edhe unë do ndihesha pjesë e asaj proteste, ose do shkoja edhe vetë në protestë. Kështu që nuk e vën dyshim për asnjë moment. Përkundrazi, e ndjej sado që mund mos a besosh, e ndjej zemrimin tënd si t'ishte imi.